I modhi Zot Gjelle Gjelalu ka dash dhe ka preferu për madhnin e vetë, që të vetëmin adhurim të veçoj për madhnin e vetë. Ta shpërblej vetëm me madhnin e vetë. E kjo a ibadet dhe adhurim është vetëm agjerimi. Thoti dashmizon të alejhi salatu wassalam, hadithin qudsi, thot Allahu Gjelle Gjelaluhu, të gjitha punët e birit Ademit, veprat e tij i përkasin atij. Illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Veçan i madhi Allah Gjelle Gjelaluhu këto vetëm agjerimi thot. Ai thot është për mu dhe vetëm unë e shpërblej agjeruesin. Ja Rabbi qofshim prej aty në fatlumve që do të shpërblejemi për agjerimin që bëjmë nga vetë madhnia Allahu Gjelaluhu, shpërblim këj që kanë thonë ulemat nuk llogaritet, nuk përshkruhet, nuk ka njësi matëse. Vetëm i madhi Allah Gjelle Gjelaluhu e din madhështinë e shpërblimit të agjeruesit që ja Rabbi i madhi Allah na bëf prej atyre fatlumve.